Shenjat që do ndriçojnë këtë verë. A jeni në mesin e tyre? Ndërsa dielli nxehet më shumë dhe ditët bëhen më të gjata. Yjet kanë filluar të flasin për atë që na pret gjatë verës 2025. Ky sezon do jetë i mbushur me energji të fuqishme astrologjike, nga hyrja e Jupiterit në gaforet e kthesa e Mërkurit në prapavi, duke ndikuar direkt në jetën tonë emocionale, financiare dhe shpirtërore. Nëse keni pritur një moment të ri për të ndryshuar jetën, për të nisur një lidhje apo për të guxuar në karrierë, vera e këtij viti mund të jetë çelësi juaj. Shikojeni videon deri në fund për të zbuluar çfarë ka rezervuar horoskopi për secilën shenjë. Dashuri, një lidhje e vjetër mund të rishfaqet papritur. Mos u nxitoni të riktheni diçka që s'ka funksionuar, vlerësoni ndjenjat me maturi. Financa, investimet e vogla do sjellin fitime të mëdha. Intuita do jetë aleatja juaj më e mirë këtë verë. Këshill, mos luftoni çdo betejë, nganjëherë tërheqja është më e fortë se sulmi. Dashuri, romanca lulëzon për çiftet, ndërsa beqarët do përballen me një dilemë mes pasionit dhe qëndrueshmërisë. Financa, një mundësi e re pune mund të sjellë një rritje të papritur të ardhurave. Këshill, dil nga zona e rehatis, pastaj fshihet suksesi. Dashuri, me Venusin që kalon në Luan, flirtet janë të shumta, por ruani maturin, jo çdo buzëqeshje është e sinqertë. Financa, kujdes me shpenzimet e tepërta, sidomos në fund të korrikut. Këshill, ndryshimet e papritura janë në favorin tuaj, përqafoni papriturat. Dashuri, kjo është vera juaj për të ndërtuar diçka të fortë dhe të sinqertë. Emocionet janë më të thella se zakonisht. Financa, parat do vinë nga një burim i papritur, ndoshta përmes një projekti personal. Këshill, besojini intuitës suaj, ajo rallëherë gabon. Dashuri, me Venusin në shenjën tuaj do ndiheni më të dëshiruar se kurrë. Shfrytëzojeni këtë energji për të ndërtuar lidhje me kuptim. Financa, koha për të marrë një rrezik të menduar mirë. Fati është në anën tuaj. Këshill, mos u kënaqni vetëm me duartrokitje, kërkoni përmbajtje. Dashuri, jeni gati të lini pas marrëdhënie që nuk ju shërbejnë më. Një kapitull i ri sapo fillon. Financa, menaxhimi i mirë financiar sjell stabilitet. Më mirë pak dhe të sigurt. Këshill, mos analizoni gjithçka, jetoni edhe me zemër. Dashuri, balancë mes nevojave tuaja dhe atyre të partnerit është ky që këtë verë. Beqarët kanë shanse të mëdha për lidhje serioze. Financa, kohë ideale për bashkëpunime. Një ofertë e majme vjen nga dikush që se prisnit. Këshill, kujdes me vendimet e ngutshme, sidomos në gusht. Dashuri, lidhje të thella dhe transformuese janë në horizont, por do kërkojnë sinqeritet total. Financa, fitime përmes rrugëve alternative, ndoshta përmes pasioneve tuaja. Këshill, çlirohu nga frika e humbjes, vetëm kështu do fitosh më shumë. Dashuri, udhëtimet e verës mund të sjellin një dashuri të re. Zgjeroni horizontet edhe në dashuri. Financa, një projekt i nisur në pranverë do jap frytet këtë verë. Këshill, mos e shtyni me atë që zemra ju kërkon, veproni. Dashuri, lidhjet bëhen më serioze, disa prej jush mund të mendojnë për fejes apo bashkëtesë. Financa, kohë për të kursyer dhe për të investuar me mençuri. Këshill, lejoni vetes pak më shumë spontanitet, jo çdo gjë ka nevojë për plan. Dashuri, emocionet të papritura do turbullojnë zemrën tuaj, por janë këto emocionet që ju gjallërojnë. Financa, një mundësi që se kishit menduar vjen përmes rrjeteve sociale apo kontakteve virtuale. Këshill, mos ja anashkaloni ndjesit, ato janë harta e shpirtit. Dashuri, lidhjet romantike do thellohen, sidomos nëse hapeni emocionalisht. Financa, kreativiteti juaj do shpërblehet financiarisht, mos kini frikë të shfaqni talentin. Këshill, ëndrat janë të bukura, por është koha të bëhen realitet. Përfundim, vera 2025 do jetë më shumë se një pushim sezonal për shumë, do jetë një rilindje e vërtet. Pavarësisht shenjës që mbani, yjet na kujtojnë se gjithçka fillon me një zgjedhje. Të jetojmë me guxim, ndjenjë dhe synim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.